Ministri i Financave, zoti Ervin Mete, ka pritur të ngarkuarin me punë ambasadën amerikane në Tiranë, zotin David Wiesner, me të cilin është diskutuar rreth mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Shqipërinë së fundmi përmes marrëveshjes së re të ndihmës, marrëveshje e re asistencës përmes programeve të financimit të USAID-it parashikon mbështetjen për Shqipërinë deri në vitin 2030 në kuadër të forcimit të shtetit të së drejtës, qeverisjes së mirë dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik. Bashkëbiseduesit kanë theksuar rëndësinë e themelimit të bashkëpunimit dhe marrëdhënieve mes dy vendeve në fushën e sigurisë, edhe si aleat në NATO. I ngarkuari me punë, ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Tiranë Wiesner shpreu gatishmërinë për të vijuar mbështetjen për Shqipërinë në fusha si siguria kibernetike, modernizimi i mëtejshëm i forcave të armatosura dhe rritja e kapaciteteve mbrojtëse. Ministri Mete ka vlerësuar mbështetjen që SBA ka dhënë dhe vijon të japë për Shqipërinë në kuadër të reformave të rëndësishme dhe procesit të integrimit të vendit.